Pendimi e ndryshon edhe marrëdhënien me të kaluarën. Shpeshherë ata që gabojnë, krijojnë disa përshtypje të gabuara në raport me të kaluamën e tyre. Unë s'kam vlerë, unë kam bë këto këqija, sepse djalli punon. Ai vjen edhe të cyt, ti po don me shku në xhami, a ke harruar që deri dje ke qenë komunist? A ke harruar që deri dje ti s'kenon të keqe pa bë? Ti po don djalë i ri me anë në xhami, shiko sa tatuazhet i kanë në trup. A ke harruar ti që s'kelon vajzë pa ngacmu? E ndoshta edhe pa qënderu. Ti po don me anë në xhami e nuk kelon pasuri pa vjedh, nuk kelon shtëpinë me hall pa plaçkit. Edhe po don ti me shku në xhami, ti po don me këta, me mendu që kemi i shlyt gjitha, vallahi krejt i shlyn tek Allahu. Tjetër është me i marrë dënimet meritore në gjykat. Po flasim për raportin mes tij dhe mes Allahut, po flasim për shpresën, po flasim për shpëtimin, sepse çdo krim i ka pasojat e veta dhe çdo krimbërës duhet mu marrë me pasojat që veti ka shkaktuar. Por sa i përket brendisë, sa i përket pendimit, sa i përket ndryshimit, dera është hapur përgjithmonë tek Allahu. Deri në momentin kur robi jep shpirt në aspektin individual e në aspektin shoqëror, deri në momentin kur bëhet kiameti, pra kur perëndon dielli nga lindja dhe anasjellës. Pra, Allahu subhanahu wa taala tregon që e kaluara jote nuk duhet me qenë pengesë e ngritjes dhe ndërtimit të së ardhmes tënde të ndritur. Nuk bën me leju na vetës që mëkatet e dikushme që kemi mujt me i bë, me qenë shkak pengues i mos ngritjes tonë devocionale, me met në gjendjen që jemi. Duhet me i kalua ato. Nga e kaluara marrin vetëm mësim. Të tashmen e shfrytëzojmë për me ndërtu të ardhmen. Sa ma shumë që e shfrytëzon të tashmen, do ta ndriçosh të ardhmen. Sa ma shumë që preokupohesh me të kaluamën, me gabimet e kaluara, sa ma shumë që dëshpërohesh nga e kaluara jote, aq më larg Allahut ke me mbet. Por kur ti merr mësim pe gabimeve të kaluara, edhe shfrytëzon tashmen e garantuar për me ndërtu të ardhmen e premtuar, ti do të afrohesh shumë me Allahun subhanahu wa taala. Madje ndoshta edhe më shumë se sa të tjerët që kanë mujt me pas dije, kanë mujt me pas vepra, por sinqeriteti yt në veprim, sinqeriteti yt në pendim bën që mja të i kalu dhe shumë njerëzve tjerë, sikurse një historia islame shumë të këtillë.